Unë operoja rreth 8 industri. Edhe kontributi i tyre si është? Jashtëzakonshëm. Ata janë njerëzit e familjes time të dytë që kalojnë 70% të kohës së tyre në atë kompani. Mjedisi nuk duhet të jetë toksik, mjedisi duhet të jetë motivues financiarisht, emocionalisht, moralisht, mendërisht, ata duhet të jenë gjithë njerëz të relaksuar që të jenë eficient, japin maksimumin e tyre të prodhojnë për mirëqenien e kompanisë time, por për mirëqenien e jetës së tyre, që është e lidhur ngushtësisht me kompaninë time. Kur unë prodhoj, ata shpërblehen mbi rrogën gjithmonë me incentiva marketingu. Edhe kjo është filozofia ime, që ata të jenë vërtet shareholders të këtij grupi që unë kam krijuar, sado modeste, nuk është në industri e jashtëzakonshme, por mund të bëhet sepse unë jam ende e re. Edhe punoj edhe kam dëtuar mbi vlerat të qarta kapitaliste biznesin tim. Kush punon shpërblet dhe nuk është thjesht një rrogtar, por është një lider i prodhuar nga një lider, ka një platformë, një mundësi për të zhvilluar, për të treguar veten, edhe ja kjo është ideja ime me pak fjalë, kështu spontanisht. Pyet punëtorë për shëndetin, Elke.